Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi në fakt në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet, dinamikat, diskutimet më interesante që po ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Tani do të ndalojmë tek një marrëdhënie, tek një diskutim që ka ndodhur mes Danjës, Gertës edhe Eglit. Ju jeni dëshmitarë të gjitha asaj që Egli sapo u rikthye në shtëpi, u afrua me Danjën, u lidh shumë me Danjën, por njëkohësisht edhe në anën e Gertës. Këtë gjë që unë kam thënë që në fillim, që Egli u pozicionua në koltukun e kuq, domethënë tek grupi i koltukut kuq. Në një nga ato momente tensioni dhe konfrontimi që shpesh ndodhi në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, Gerta, Danja dhe Egli vendosën që të mos e dëgjonin më Gjestin, i cili me një ton gazëlyes tentoi të bënte një shaka për të thyer akullin. Por në vend që të qeshin, ato e shpërfillnin me një indiferencë që tregonte më shumë se thjesht një mungesë humori. Ky ishte vetëm një tjetër epizod i tensioneve që tashmë kishin shpërthyer ndërmjet banorëve, duke lënë pas një atmosferë të rëndë të paqartë. Gjesti, i cili ende mbante shpresën se mund të sillte një moment lehtësimi, shkoi pranë Gertës edhe i tha me një buzëqeshje të ngushtë: "Dëgjom, kam një histori për të qeshur." Por përgjegjësia e Gertës ishte ashpër dhe refuzimi i saj ishte i menjëhershëm. "Kur të mësosh të dialogosh me mua, vetëm atëherë," tha ajo, duke u ngritur dhe duke e lënë pa fjalë. Nuk ishte thjesht një refuzim, ishte një distancim i qartë, një mesazh që dëshmonte se Gerta nuk kishte asgjë për të ndarë me Gjestin, dhe në këtë moment ajo ishte më interesuar për të shmangur se sa për të dëgjuar atë që kishin thënë për të. Gjesti, i cili nuk u dorëzua, e pa se nuk mund të kishte një mundësi me Danjën, shkoi drejt saj dhe po me të njëjtin entuziazëm tentoi ta bënte të qeshte. "Po të tregoj diçka, vetëm 2 fjalë kam me ty." Por Danja me një gjest të vendosur u ngrit menjëherë dhe ju kthye me një fjalë të fortë: "Jo, Fani, kur të duash ti, me të futme kur të duash ti. Ikëre." Ky ishte një tjetër shenjë e qartë që Gjesti nuk ishte i mirëpritur dhe çdo tentativë e tij për të krijuar një lidhje, për të sjellë një moment të lehtë, ishte krejtësisht e humbur. Në vend të kësaj, fjalët e saj të mbushura me inat dhe cinizëm goditën si një grush të fortë. Dua të ndaloj pak këtu. Do të thënë, nuk e di nëse ju ka rënë në sy, mua më ka rënë në sy kjo gjëja, që Gjesti nuk është fare i mirëpritur në shtëpinë e Big Brotherit, nuk është fare i dashur në shtëpinë e Big Brotherit dhe të gjithë banorët mundohen ta injorojnë. Gjesti mundohet të krijojë ambient, mundohet të krijojë një mikesh, mundohet të krijojë një shoqe, le të themi aty brenda, por të gjithë injorojnë në të gjitha format. Ndoshta Gjesti bëri dhe gabim në mënyrën se si u grind me Rozanën. Egli, e cila po i vëzhgonte nga një kënd tjetër pas këtyre provokimeve të pasuksesshme, gjithashtu vendosi që të largohej. Ajo, duke mos dashur të përfshihej më tej në këtë dinamik. E ngriti trupin dhe e ndihmoi veten të çonte jashtë çdo emocioni që ajo kishte ndjer. Kjo ishte një marrëdhënie që kishte marrë fund dhe nuk kishte më kthim. Ata po ndaheshin secili duke u larguar në mënyrë të qetë por të vendosur. Biseda që pasoi ishte një përmbledhje të gjitha tensioneve që kishin ngjallur këto situata. Gjesti, ende me një frymë entuziaste, nuk mundi dot ta kuptonte pse ata e shpërfillnin kaq shumë. "Pse po qoheni të gjithë prej meje," thonte Gjesti. "A nuk mund ta duroni dot më?" tha ai. Por përgjigja që mori ishte e akullt. Danja me një ton të ftohtë ju përgjigj: "Kemi shumë frikë nga ti. Ti vjen këtu dhe pastaj ikën." Kjo frazë ishte një e vërtetë e hidhur, një pasqyrë e asaj që përjetonin ata. Një marrëdhënie e thyer, e paqartë, që ishte bërë gjithmonë e më e pamundur. Gjesti, duke menduar se mund të kishte ndihmuar të thyej akullin, mund t'i thoshte vetëm "po diçka Fani doja të tregoja", por përgjigja e Danjës ishte qartë një urdhër për ta larguar: "Jo kur të duash ti, me të futme kur të duash ti, ikëre." Kjo ishte goditja përfundimtare. Gjesti, i mërzitur, përpiqej ta mbante qëndrimin e tij të qetë, por ai e ndjente se po humbiste çdo mundësi për të rikthyer në një lloj lidhjeje me banorët e tjerë.
Çfarë të futme, ja ke fut vetes, tha ai, por edhe kjo ishte mjaftueshëm për të rivendosur lidhjet. Në këtë moment, në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, atmosfera ishte e shpërbër. Çdo shakam, çdo provokim kishte dështuar krejtësisht. Disa do thoshin se kjo ishte një shenjë mungesës së harmonisë, por për të tjerët ishte një moment që tregonte se sa thellë ishin ndarë dhe sa larg kishin shkuar ndjenjat e tyre. A do të ketë një rikthim në marrëdhëniet e tyre? A do të gjejmë ndonjëherë një mënyrë për të bashkëjetuar në këtë hapësirë të mbushur me tensione dhe ndasi? Vetëm koha mund ta tregojë, por një gjë është e sigurt, asgjë nuk do të jetë më si më parë. Do me thënë, Gjesti natën e mbrëmshme ka patur një debat shumë të madh me Rozanën, edhe në fakt nuk e kuptoj përse Gjesti debatoi me Rozanën. Do me thënë, debati ka qenë aq i madh sa që Rozana dhe Gjesti dhe Egli po hani njëri tjetrin. Po ç'a bëri Egli pastaj? Egli nuk ja quajti për falemnderit Gjestit këtë debatin që bëri Gjesti, por Egli u kthye me të keq, duke i thënë që ju aty liheni, aty lëpiheni. Në kuptimin që ju sot po grindeni, ju sot po shaheni dhe nesër do putheni prapë me njëri tjetrin. Do me thënë, unë arrita të kuptoj që Egli po e xhelozon me shpirt Rozanën në këtë marrëdhënie dhe me patjetër që dëshiron ta heqën nga situata me Gjestin, por Gjesti bëri gabim që u grind sepse e kishte të vetmen shoqe besnike në shtëpinë e Big Brotherit Rozanën. Tani Gjesti ka mbetur si e jema zeqës majtanës, do me thëmë pa Eglin, pa Rozanën, pa asnjë banor, se sot edhe Rozana nuk flet me Gjestin. Por unë jam shumë i bindur dhe besoj në shpirtin e Rozanës, që është një gocë shumë e kthyshme, edhe në asnjë mënyrë nuk do ta lërë Gjestin vetëm. Ajo mbrëmja tha Gjestit shumë bukur, mos u grind tha me mua, Rozana. Ti tha nuk e ke problemin me mua dhe mos u grind me mua që të përfitosh tek Egli, që ta bindësh Eglin se unë të dua. Jo, ti tha duhet të ulesh dhe të sqarosh me këtë gocën, që përse ke ardhur, cila është arsyeja, se kjo tha në momentin që erdhi me shpatën në dorë për të na goditur mua dhe ty. Ndërsa kjo këtë gjë nuk e bën. Dhe thjesht fakti ti po grindesh me mua. Mos u grind me mua, i tha, për t'i rënë në sy kësaj gocës. Dhe në fakt këtu Rozana kishte shumë të drejtë për bindjen e saj, kishte shumë të drejtë për qëndrimin e saj. Por tashmë Gjesti ka shkatruar çdo marrëdhënie dhe mbrëm gjatë orëve të vona të natës po i këndonte Lopës një sure mbi të cilën mundoheshte që Gjesti të shprehen emocionet e tij. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju lutem dua të marr mendimin tuaj si e gjykoni ju këtë murin që banorët mundohen t'ia vejnë Gjestit.